Lavdrimet dhe falëndrimet I takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë, atë e falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu I lartësuar në rrugë të drejtë, nuk ka kush e devion, dhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me merit është Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Fjala më e mirë është fjala Allahut të lartësuar, udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija të shpikurat në fe, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Të nderuar besimtar, shpesh herë njeriu gjykon sipas ndjenjave të çastit, duke u rryer dhe duke menduar se ajo çfarë ka goditur është keq dhe e dhimbshme për të. Por urtësia e Allahut të lartësuar o vëllezër është më e madhe se sa kuptimi ynë I kufizuar. Ajo që sot të duket ty humbje, mund të jetë dorat. Ajo që ty sot të duket dhimbje, ajo mund të jetë shpëtim. Sepse jo çdo e mirë vjen sipas dëshirës tonë, por çdo gjë vjen sipas dijes së Allahut të lartësuar. Nga se I Madhi Zot e di atë se çfarë është më e mira për robërit e Tij. Prandaj ju mund ta urreni një gjë, por ajo është e mirë për juve. Ky është një prej rregullave apo një prej parimeve madhështore që le gjurmë tek ata të cilët e kanë pranuar dorëzimin dhe nënshtrimin dhe udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Ky parim o vëllezër lidhet me një prej shtyllave të bazë të fesë. Ajo është kadoja dhe kaderi. I Madhi Zot po na thot tek surja Bekara ajeti 216. Për mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju. Por ju mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk e dini. Njeriu vëllezër mund sprovohet me ndonjë caktim të pakëndshëm dhe pastaj ai ta urren dhe shpirti I tij të mendon se kjo çfarë ka goditur këtë rob Zoti është goditje vdekjepruese për shpresat dhe jetesën e tij në këtë dynjë. Por pa pritmas o vëllezër, caktimi I Allahut subhanahu wa taala shndrohet në mirësi dhe në rahati për këtë rob Zoti. Prandaj e gjithë e mirë o vëllezër, padyshim qëndron në besimin e plot të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo e ndihmon robin që ai sa më shumë të kapet pas fesë së Allahut, të kapet pas librit të Allahut dhe të kapet pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ta forcon besimin në Allahun e lartësuar, sepse Allah është ai I cili I rregullon çështjet e njerëzve në dynjë. Transmetohet prej Abu Said al-Khudriut radhiyallahu anhu dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslim. Se I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I është drejtuar dhe I ka thonë Abu Said: O Abu Said, ai që është I kënaqur me Allahun për Zot, pra bindje, besim, nënshtrim, çdo gjë që Allahu ka caktuar, ti duhet ta pranon dhe ti dorëzohesh atij. Me Islamin për fe dhe me Muhammedin për pejgamber, gjithsesi Allahu I lartësuar këtë rob Zoti ka me fut në xhenet. Të nderuar besimtar, për këtë parim madhështor mund të urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju. Kemi shembuj të shumë në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për tyre kemi rastin e Musës, pra rastin e nënës së Musës. Allahu na flet për këtë tek surja Kasas dhe është një shembull prej shembujve më të bukur të besimit, prej shembujve më të bukur të nënshtrimit dhe dorëzimit në atë se çfarë ka caktuar Allahu për robin. Kur ajo e hodhi atë që e donte më shumti e vladin e saj pra në lum. Allahu I madhruar e urdhroi nënën e Musës dhe I tha se kur ke ti frikë dhe kur ke trembje për sigurinë e vladit ton, hidhe në lum pa frikë dhe pa dëshpërim dhe bështetu plotësisht në premtimin e Zotit. Dhe ky veprim o vëllezër, megjithse është përtej logjikës njerëzore, ishte bindje ndaj urdhrit dhe nënshtrim ndaj urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe I Madhi Zot e drejtoi arkën ku ishte vendosur Musa
në pallatin e faraonit, dhe gruaja e tij pra e mori Musën, dhe zemra saj lëshoi dashuri ndaj Musës si fëmijë, dhe i tha faraonit, ky është gëzim i madh për neve, edhe pse o vëllezër faraoni kishte dhënë urdhër që meshkujt të vriten. Më pas o vëllezër u shfaq përfundim i lavdruar të kësaj sprove, sepse nëna Musës nuk e deshi fillimisht që ta hidhte e vladin e vet në ujë. Dhe Musa u po pejgamberi Allahut, dhe friga nënës së Musës u shndruan qetësi të zemrës, duke dëshmuar fjalën e Allahut subhanahu taala, Allahu e di kurse ju nuk e dini. Rastin e dytë o vëllezër, e kemi rastin e Jakubit me Jusufin, që i madhi Zot na flet tek sura e Jusuf. Jakubi u mërzit shumë me humbjen e djalit të tij Jusufit. Mirë po mërzia e tij u kthy në ribashkim dhe fitore, dhe se Allah më pas e zgjodhi Jusufin që t'jetë pejgamber i Allahut. Prandaj, fjala Allahut të lartësuar, por mund të urreni një gjë, ndërkohë që ajo është mirë për ju, pikrisht dhe plotësisht përputhet me këtë tregim të Jakubit me Jusufin alayhis salatu wassalam. Dhe sprova e parë për Jusufin ishte kurthi i vëllezërve të tij. Pastaj joshja nga bashkëshortja e ministrit, pastaj burgosja. Gjitha këto nuk i donte Jusufi alayhis salatu wassalam. Por më pas sprova Jusufit o vëllezër u shndrua në begati, dalja nga burgu, u bë ministër, rritja pushtetit, bashkimi Jusufit me babën e vet Jakubin dhe me gjithë anëtarët e familjes. Të nderuar besimtar, rastin e tretë e kemi rastin e Musës me Hidrin, që i madhi Zot o vëllezër flet tek sura Kehf. Kur këta së bashku hypën në anije, Hidri e hapi një vrim në anije, dhe Musa nuk duroi dhe foli dhe i tha, a do t'i mbysësh udhëtarët? Më pas vazhduan rrugën, ndërsa Hidri e vra një djalosh, për çka Musa reagoi dhe tha, përse e vrave një fëmijë të pafajshëm, dhe pastaj vazhduan rrugën dhe kërkuan mysafirllëk me një vend, ndërsa ata i refuzuan, ndërsa Hidri një mur që donte të rrëzohej e drejtoi. E kështu me radhë, prandaj këto ngjarje o vëllezër, të cilat ne i tregum, lidhen direkt me fjalën e Allahut subhanahu taala apo me parimin madhështor, ju mund ta urreni një gjë, por ajo është e mirë për juve. Prandaj këto ngjarje tregojnë se urtësia e Allahut subhanahu taala shpeshherë fshihet pas asaj që ty duket e keqe. Që në start ti mendon se kjo është dëm për ty, por Allahu ka zgjedhur diçka më mirë për ty që ti nuk e din. Prandaj vëllezër, nëse i kthehemi anijes së dëmtuar nga ana e Hidrit, ajo ka qenë e një grupi apo e disa personave të cilët kanë qenë fukarenje dhe riskin e tyre e kanë fituar nëpërmjet asaj anije që kanë lëndruar det, dhe anija ka qenë e re, maton lumit ka qenë një mbret zullumçar i cili i ka marrë anijet e reja, i ka uzurpu. Prandaj kjo prishje e vogël e anijes ka qenë në favor të këtyre burrave që e kanë bajt anijen. E dyta, djaloshi u vra vëllezër për arsye se prindët e tij kanë qenë besimtarë dhe burra të devotshëm. Po të jetonte ai më gjatë, ai do t'ju bënte zullum të madh prindërve të tij. Prandaj Allahu i lartësuar deshi që t'u zaventojë atyre me një evlat më të mirë se sa ai. Ndërsa murin të cilin e drejtoi Hidri ka qenë e dy djemve jetim të vegjël, ndërsa baballarët e tyre kanë qenë shumë pleq, ai e ndreqi murin me qëllim që kur të rriten ata, se poshtë murit ka qenë i mshefur një thesar dhe më pastaj ata pra të furnizohen prej atij thesarit. Prandaj o vëllezër, çdo veprim të cilin e kishte bërë Hidri, ishte mëshirë, ishte drejtësi prej Allahut subhanahu taala, edhe pse e vërteta e saj u shfaq vetëm pas për ata apo shfaqet për ata të cilët durojnë dhe besojnë. Dhe rastin e funit
që do ta përmendim këtë hutbe, sepse ka raste të shumtë Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, është rasti i betejës së Bedrit, ku i madhi Zot na flet tek surja Anfal. Pra muslimanët fillimisht nuk kanë dalë për të luftuar ndaj idhujtarëve, por kanë dalur për të kapur karvanin e Ebu Sufjanit. Pra ata nuk e deshin luftën, por lufta ishte më e mirë për ta, sepse kështu kishte vendosur Allah subhanahu wa taala. Thot Allah tek surja Anfal 5, Zoti yt të nxorri nga shtëpia jote për të luftuar për të vërtetën, edhe pse kjo nuk i pëlqeu një grup prej besimtarëve. Sa shumë mirësi o vëllezër, dhe nder dhe krenari Allah i lartësuar i udhëroi besimtarëve pas kësaj betejë, të cilën shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në fillim e urrenin, nuk e dashnin. Prandaj i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot hadithin e saktë, kur Allah e të një popull, ai i sprovon ata. Prandaj për mëshirën e Allahut ndaj robërve të tij, ose i madhi Zot ka caktuar atyre lloje të ndryshme sprovash fatkeqësisë, i sprovon me urdhra dhe ndalesa të vështira nga mëshira dhe butësia e tij për t'i udhëhequr ata drejt përsosjes dhe dhuntive të plota. Transmetohet hadithin që e gjem tek Imam Muslimi prej Suhelit se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: sa e çuditshme është çështja e besimtarit, gjithçka që u godet është e mirë për të, është e mirë për të, edhe kjo nuk i jepet apo nuk është e mirë për askënd, përpos besimtarit thot, kur e ka plan doni begati, ai e falëndron gjë që është e mirë për të, por ato kur e godet ndonjë vështirësi, ai bën durim gjë që është e mirë për të. Pra çdo gjë që nëse robi e humb, mund kompenzohet. Çdo gjë që e humb mund kompenzohet, por nëse Allahun e humb robi, dini se nuk mundesh me kompenzu atë kurrë. Prandaj vëllezër, humbja e kësaj bote mund zaventohet, por humbja e lidhjes tënde me Allahun azza xhela, kjo nuk mund të zaventohet, sepse është një prej humbjeve më të mëdha. Prandaj mbaj lidhjet me Zotin, dhe lidhja e Zotit me Allahun është kur ti e çet kryt ton sejdë, pra e bën namazin që Allahu e ka bërë obligim për ty. Dhe e funit o vëllezër është ta ruajmë besimin, ta ruajmë durimin, ti mbështetemi Allahut të lartësuar plotësisht, sepse vetëm ne kështu me besim, me iman, me mbështetje e arrim shpëtimin dhe i arrim dhuntit që Allahu Azza xhela i ka bërë për robërit e tij në dunjë dhe në ahiret. Sallallahu alaihi wasallam.